Edhe pe vore ku më quhem mi folë vërtetën. Sot, qoftë edhe në aspektin simbolik, organizatet e dalën nga lufta kanë thirrë protest pikërisht në oborrin e institucioneve të Kosovës, të cilat institucione kanë degraduar pafundësisht. E them këtë sepse Qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj bënte kërrokatjet e pandalshme me plot gojnë për bashkimin kombëtar. Mbante në xhaket simbolin dhe flamurin kombëtar, kurse në anën tjetër kishte për këshilltar një person i cili vazhdimisht fynte dhe bënte përpjekje të degradoj luftën e pastër dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky person është me emrin Shkelzen Gashi. Poshtrimi u ekspozua në shesh. Na u shfaq një falsifikim i qëllimshëm që minimizon vuajtjet e popullit tonë. Nënçmimi të rënëve cënon dinjitetin e luftës së drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të drejtën për shërim e vetëvendosje. Megjithatë, çdo përpjekje për të relativizuar faktin historik nuk i shërben kujtesës. Ajo prodhon vetëm konfuzion mbi të vërtetën historike dhe degradim institucional. Edhe pe vore ku më quhem mi folë vërtetën. Më në hubë gjakën që u delë për liria, ku shaj, vla në paqasis në gjinjë me të shumë. Unë jam me popullin shqiptar, po me drejtsinë e Zotit, edhe me drejtsinë e ti popullit që u delë gjakën. Nëse sa vite lufta më qenë 50 vjeçar, tash jam 76 vjeçar. Mu mbren, edhe do të çdo shqiptar me mbren.